Skënder Anxhaku, presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, sapo mbyll etapa e dytë e Kupës Hakim Tafili 2025. Vazhdon Federata Shqiptare e Ciklizmit, por dhe ju personalisht të kujtoni këtë figurë të madhe të ciklizmit shqiptar. Është kënaqësi që ndodhem në Shkodër. Shkodra ka qenë dhe do të ngelet djepi ciklizmit shqiptar. Kanë qenë brezat mëdhej duke filluar nga familja Moriqi, nga Fadili, Ganiu, Ruçdiu, Fujo, dhe një nga shkaktarët më kryesor të këtij aktiviteti që jemi sot është i madhi Hakim Tafili. Nuk ka qenë vetëm Hakim Tafili, ka qenë Sytkia, Ibrahim Sygja, Leonard Kolla, që i kanë dhënë tonin ciklizmin shqiptar, sidomos nga vitet 75, 80, deri afër viteve të 90. I bëj thirrje Bashkisë Shkodrës që t'i hedhë syt nga klubi Saja, aq më tepër që është dhe qyteti i sporteve, dhe duhet t'i japë një ndihmës që mos ta lëshojë këtë brez, duke filluar nga Moriq, Tafil, e të vazhdojnë me radhë gjithë të tjerët. Zoti Anxhaku, 2 ditë në Shkodër të ngarkuar edhe me një program të ngjeshur ku krahas Kupës Hakim Tafili promovohet edhe ekspozitën 100 vite ciklizëm në Shqipëri, dhe ndërkohë edhe shpërndahet stimulli moral, dekorime për figura të ndryshme të ciklizmit shqiptar, por edhe për gazetarë sportiv. Po, në radhë të parë njerë, ky 100 vjetor është rast i rrallë se neve jemi Federata e tretë në botë mas Francës dhe Italisë. Aq më tepër që si vjet do zhvillohet për herë të parë Giro Italisë, që ka bërë një bujë të madhe në gjithë Evropën, jo vetëm në Ballkan. Do ta falenderoj në mënyrë të veçantë kryeministrin shqiptar për këtë iniciativë të madhe që ka marrë dhe për t'i dhënë në radhë të parë një hop të madhe turizmit, duke parë këto bukuritë e rralla këtu në Shqipëri, si në për male, në për fusha, në për lumej, në për ura, e në shumë drejtime tjera. Giro në Italisë, e dim të gjithë që shikojnë gati 200-300 televizione dhe gati 10 milion veta. Po do shiftin se çfarë ka për të mbritur në Shqipëri dhe vetë populli ka për të habitur për ta ndjekur Giron e Italisë, dhe etapa më e bukur do jetë në datën 11, që do jetë drejtim të Vlorës, lumi të Vlorës, do të ngjiten në llogarat, do zbresin dhe do vinë në drejtim të Vlorës. Kështu që me datën 26 maj, neve jemi në Shkodër, se është qyteti i sportit, dhe vim me 20 ekipe të huaja. Ka ekip holandez, francez, zviceran, belg, romun, bulgar, serb, grek. Kështu që këtë radhë do të jetë një nga aktivitetet më të forta dhe më të përgatitura nga kush ekip që do ta fitojë këtë lloj aktiviteti. Faleminderit zoti Anxhaku, suksese. Kënaqësi.